Përshëndetje, miqtemi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Jeni në një qetësim, në një pauzë. Jeni larg. Do të kontaktoj brenda javës personi i zemrës tuaj, do të ketë një kontakt me ju, sepse jeni një pauzë, një qetësim. Do të kontaktoj brenda një jave personi i zemrës tuaj me ju. Është një person shumë i prerë, i drejtë. Person dëshiron forcës me pastërti, me zemër. Dhe kur mërzitet e zhgënjehet, nuk kthehet mbrapa. Në të moment është i lënduar, shlinduar. Ka marrë këto shpata në zemër. Do të gjej paqja e qetësi tek ju. Dhe dita e kupave, e monedave, tregon që ky është një person shumë i drejtë. Shumë i drejtë. Dhe kupën e tij do ta ndërtoj në një qetësi, në një harmoni, në një paqe, është i gjykatës. Një lajm i befastishëm, i papritur, do të ndodhë shumë shpejt në jetën tuaj. Pra, ky person dhe pse është shumë i lënduar, ka marrë lëndime nga historia që ju keni, për problemet që keni pasur, ky person ju sjell, ju kontakton, ju sjell një lajm, pra kontakton brenda javës, në një formë shumë të papritur, shumë të befastishme, që ju do të apriteni. Dhe kur ky lajm të vinë në prerin tuaj, tek kjo mbretëreshe e kupave, pra ju do të mahniteni brenda javës, ky person kontakton me ju në mënyrë shumë paqësore. Me kë rezonon kjo energji? Me binjakët, me vigjëreshën, me akrepin, me luanin, me gaforen, me dashin, me demin dhe me ujorin. Kurse nga gërmat e alfabetit mund të rezonoj me gërmën F, E, G, T, N, V, M, H, T, X, D, O, N, P, Z dhe gërmën B. Faleminderit shumë, miqtemi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.